Kryetar palët që vinë në gjykatë, dikush duhet me fitu, dikush duhet me hup. Dhe natyrisht që këtë rast pakënaqësitë janë pothuajse të pashmangshme. Flitet shumë për korrupsionin, flitet shumë për prezencën e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, konkretisht edhe në sistemin gjyqësor të Kosovës. Në këtë rast nuk është imune as kritika për gjykatën e apelit. A ka pasur raste të tilla kur ka pasur edhe denoncime për rastet të korrupsionit në gjykatën komerciale? Për rreth 4 vite sa jam gjyqtar, pavarësisht palët kanë shpreh pakënaqësi të formave të ndryshme, ende deri sot nuk ka pas rast që dikush prej palëve ka pretenduar që ka pasur elemente të korrupsionit. Pakënaqësitë e palëve janë pritshme, për shkak se 50% e palëve e humbin rastin dhe natyrisht pakënaqësia shprehet në forma të ndryshme. Megjithatë, po them në gjykatën komerciale deri tash nuk ka pas ndonjë palë që më është drejtuar me ndonjë parashtres apo në ndonjë formë tjetër me pretendimin që ka ndonjë rast korrupsionit. Një rast vetëm e kemi pas kur një avokate ka pretenduar që dikush prej administratës e ka kushzuar një farë forme marrjen e aktgjykimit, edhe pse nuk ishte fort konkrete, ka pretenduar që ka elemente të korrupsionit, njëtës ja ka marrë deklaratën dhe ka paraqit rastin në prokurori, pas zhvillimit të timit nga prokuroria është tërheq nga deklarata me arsyetimin se i ka pas informacionet e pasakta